nga Leonard Koja në Window Radio.de. Përshëndetje dhe mirë mbrëmë miq të Window Radio. Përshëndetje dhe mirë se takohemi së bashku këtu në Horizont në puntatën e radhës dhe ne fillojmë emisionet e Horizont. Pra, siç e dini, unë jam Leonardi me emisionin tim Horizont si çdo të enjë, të premte dhe të shtunë në orën 21. Pra jemi live këtu në studio qendrore në Gjermani. Ne sot kishim edhe një emision para puntatës Horizont, pra kishim me kolegun Gens Paçuku në studio në Londër, ku ishte emisioni Mikrofoni i hapur, i cili kishte të ftuar një kandidate shqiptare të Forza Italia në Albano Lazio, pra në Lazio të Romës, ku e cila kandidonte për këshillin komunal me siglën e Forza Italia si e vetmja shqiptare, për më tepër një vajzë e re. Duke përshëndetur dhe falenderuar kolegun Gens Paçuku për promovimin dhe për emisionin e tij me zonjën Romina Shkreli, unë do doja dhe këtu nga emisioni Horizont, si pra nga studio qendrore në Gjermani, të bëja thirrje të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Albano Lazio të Romës të votojnë Romina Shkrelin dhe të kenë një shqiptare në këshillin komunal. Po ashtu unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që kanë zgjedhjet me 24 dhe me 25 maj në zona të ndryshme të Italisë të bashkohen dhe të votojnë kandidatët shqiptarë dhe të kemi sa më shumë shqiptarë në politikën italiane, sepse vërtet është diçka e bukur që shqiptarët të ecin dhe shqiptarët të jenë përfaqësues të denj të politikave evropiane dhe të përcjellin sa më lart dhe me sa më shumë krenari prej nga vinë pra që janë shqiptarë. Kështu që do doja që të gjithë shqiptarët të mbështesin njëri tjetrin dhe të bashkohen për të patur sa më shumë shqiptarë. Të gjithë atyre që kandidojnë në Itali, të gjithë atyre shqiptarëve ju uroj suksese, fat dhe mbarësi dhe të jenë njerëz të denj të kombit dhe të dinë të përfaqësojnë sa më dënjësisht problematikat e migracionin dhe të shqiptarëve në politikën italiane. Atëherë miq, ne rikthehemi në Horizont, rikthehemi në emisionin ton. Pra, siç të gjithë ju e dini, jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani. Duke falenderuar të gjithëve për mbështetjen, për suportin, për mendimet e tuaja se si ne të përmirësohemi dhe se si ne të ecim përpara. Unë falenderoj dhe ata që na urrejnë, biles ata i dua shumë, sepse pa ata ne nuk do ecnim. Sepse më mirë një armik të vërtet se sa miq të gënjeshtër, kështu që unë i përshëndes dhe ata dhe ju uroj fat, mbarësi në jetën e tyre dhe sa më pak të merren me punët e të tjerëve. Atëherë miq, ju kam edhe një lajm shumë të mirë për të gjithë ju. Sot Window Radio ka pothuajse ka tejkaluar numrin e 20 njohjeve në platforma të ndryshme botërore të radiove, pra Window Radio gjithnjë më shumë po rritet, gjithnjë më shumë po ecën, fal jush, fal suportit tuaj, mbështetjes tuaj, pra sot Window Radio është në mbi 20 platforma qendrore botërore ku transmetohen radiot e të gjithë botës. Kështu që unë do të përshëndes të gjithë stafin, do të falenderoj të gjithë moderatorët, Gencin me mikrofoni hapur, do të falenderoj Mimoza Hoxha Agastron, Aleksandr Shallvarin me emisionin e tyre Ora Poetike, si dhe me emisionin e fëmijëve Zemrat flasin shqip. Falenderoj Deti Zogun me emisionin e saj Pa Kufi, po ashtu dhe falenderoj shumë Madjana Nuredinin me emisionin Zëri i Diasporës. Falenderoj pa tjetër i cili është ai promotori, është ai suportuesi, është ai që organizon dhe ndërton çdo gjë, DJ-n, teknikun ton, Bledi Orhani, sepse me të vërtet të gjithë
ky staf jemi përpjek në maksimum që Window Radio në kaq pak kohë të ecë dhe të jetë e pranishme kudo në çdo cep të botës dhe pothuajse në të gjitha platformat, dhe kjo është edhe një falënderim i përsemër për të gjithë ju dëgjues që na dëgjoni, na suportoni, na shpërndani, na mbështesni, sepse siç e kam thënë vazhdimisht unë dhe moderatorët e tjerë, Window Radio është vetëm e dëgjuesve dhe ne vetëm përpiqemi të jemi shërbëtor të denj për ju. Unë rikujtoj fare shkurt për të gjithë ata që janë miq të rinj dhe dëgjues të rinj, pra mund të na ndjekin në website-in zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni edhe lajmin, informacionin në fundit, mund të ndiqni emisionin live, mund të ndiqni muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi. Po ashtu ne jemi dhe në platformat ndërkombëtare TuneIn, Radio Box, MindTuner, e në shumë platformat e tjera, pra pothuajse në çdo platformë apo në çdo aplikacion që të kërkoni Window Radio, ne jemi aty ku mund ta ndiqni qoftë emisionin live, qoftë muzikën, pra që thash në 24/7. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, e cila është platforma e radiove kryesore shqiptare. Të gjitha këto platforma janë pa pagesë, ju mjafton që të klikoni, të shkërkoni një nga platforma që ju dëshironi, qoftë Apple Store, qoftë Play Store, dhe ne jemi aty gjithnjë me ju dhe pranë jush. Mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni dhe emisionin live që ne kemi sonde. Radio ka dhe faqen zyrtare të Facebookut, windowradio.de, ku ju këtu mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe në varësi të kohës të mundësive mund të përzihet ndonjë pyetje dhe për të ftuar në radhës. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në plot apo duan të rindjekin emisionin, emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës, ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra ndaj është ritransmetimi në orën 3, pra një orë vonë ndoshta për Evropën, por kemi menduar që të jetë në orën 21, pra për orën e Amerikës dhe të Kanadas, për arsye që edhe dëgjuesit atje të kenë mundësi të na ndjekin. Atëherë miq, radio ka dhe faqen zyrtare të YouTube-it, Window Radio hapësirë.de, ku ju mjafton të bëni një subscribe aty dhe të gjitha emisionet dhe programacionet tona do ju shfaqen. Do doja shumë mirësisht, pra si në çdo emision, të kërkoja nga ju miq një shpërndarje të Facebookut, qoftë në faqet tuaja të Facebookut apo dhe në grupe ku ju jeni të antarësuar, jo sepse ne fitojmë diçka apo ju humni diçka, por si ne si ju fitojmë miq të rinj, fitojmë mbështetës të rinj, shqiptarë të rinj, dhe sikur e them, pra radio është vetëm e juaja dhe çdo shqiptar që ka diçka për të thënë, ka një histori për të treguar apo ka diçka për të promovuar, Window Radio është media e mendimit të lirë dhe media e pa censur, pra çdo kush mund të thotë çfarë të dojë dhe si ai ta dojë, por gjithmonë brenda kontureve të komunikimit mediatik. Atëherë miq, sonde zgjata pak, siç kur ju e dini, këtë monologun tim, por ishte i nevojshëm. Unë nuk jam shumë mirë në monolog dhe do përpiqem me fjalë që unë ta mbyll monologun tim, dhe sonde kam një të ftuar të veçantë, sepse do flasim për shumë çka sonde. Do flasim për letërsi, do flasim për art, do flasim për jetë sociale, do flasim për kritikën letrare, pra do përpiqemi të flasim për shumë çka, sepse dhe e ftuara sonde, siç kur ju e keni ndjekur dhe në njoftimin që ne kemi dhënë, është vërtet shumë dimensionale. Pra unë ftoj të nderuar me fjalë Emi Krosi, e cila na nderon sondën e emision. Mirëmbrëma, zonja Krosi. Mirëmbrëma. Unë të jam mirënjohës që ju e pranuat ftesën tonë dhe të jemi së bashku në emision sonde. Falenderuese edhe unë gjithashtu. Falenderoj dhe dëgjuesit e rinj dhe të vjetër të radios. Urojmë që të shtohen sonte sa më shumë miq tanë,
fëmijët do të tuat dhe ta përcjellim të bashkëbisedim miqësor, por dhe me problematikat e kohës. Edhe një herë faleminderit. Shpresoj që dëgjuesit do na vinë, dëgjuesit vinë dhe unë jam mirënjohës të gjithë atyre që vinë na pranojnë të në emisionet tona, sepse fal ju që pranoni ftesën tonë, ne shtohemi si radio, por edhe kuptojmë diçka më ndryshe dhe nga jeta e përgjithshme e shqiptarëve, qoftë në Shqipëri, qoftë në diasporë. Po, patjetër. Do më lejosh të Emi, pa bëjmë shumë bisedë miqësore pa këto titujt zoti, zonja. Patjetër. Madje nuk më pëlqejnë këto. Të falenderoj duke njoftur madhështinë dhe thjeshtësinë tuaj, është vërtet kënaqësi bashkëbisedimi me ju. Gjithashtu. Emi, ju jeni si tu shumë dimensionale, qoftë në art, qoftë në jetë sociale, qoftë në kritikën letrare, kritikën sociale, politike, pra jeni e shumë anshme. Por doja të filloja një bisedë pak ndryshe me ju, meqense përpara pak ditësh u mendua që do ishte një eveniment i madh, pra sepse para pak ditësh u themelua apo u rithemelu lidhja e shkrimtarëve, ku ka patur rreth 20 vite që Shqipëria s'ka patur një lidhje shkrimtarësh, dhe më thonë të drejtën të gjithë ne që përpiqemi të lexojmë apo të kuptojmë diçka, u gëzuam, por për hir të së vërtetës në rrjetet sociale lexova shumë pak kënaqësi. Dhe do doja dija pak a shumë Emi Krosi ishte prezente, keni një profil ju në këtë lidhje shkrimtarësh, si është shikuar, pra një analizë të thellë aq sa ju dëshironi për këtë rithemelim. Po, patjetër, faleminderit për pyetjen. Është jo më pak, domethënë kanë kaluar vetëm 2 ditë nga ky event i madh. Mund thuash që vetëm për Tiranë, kryeqytet, po për gjithë Shqipërinë, sepse Tirana ishte tashmë prej vitesh që ishte një kryeqytet pa një seli qendrore, lidhjeje shkrimtarësh dhe artistëve të Shqipërisë, domethënë LSH, sepse do të jemi të qartë, nuk është vetëm lidhje shkrimtarësh, por edhe artistësh, pra artistë të gjitha gjinive, piktura, skulptura, filmi, regjizora, artëtrimi dhe normalisht orkestra, të gjitha përfshihen aty të gjitha. Pra nuk ishte jashtë funksionit. Dhe normalisht në një kryeqytet, domethënë metropol siç është Tirana, ku pothuajse jeton gati 3/4 i popullsisë, ishte një vakum shumë i madh. Ky mos funksionim i këtij organizmi, si më thosh, apo i kësaj mushkurie frymëmarrëse për në gjitha realin kulturor, jo vetëm shqip shkruas brenda kufive, por edhe Matandrinit dhe këtij Drinit, por në gjithë diasporën shqiptare. Dhe normalisht që ishte, si të thuash, mezi e pritëm atë të rithemelim dhe të riorganizim. Okej, unë domethënë me bashkë me tashmë unë e kam mbështetur, Eurova dhe uroj përsëri urime, suksese dhe një pesh, një barë rënd mbi shpatullat e doktor Mujo Buçpapës, që është edhe kryetari i ri i lidhjes. Ju urojmë suksese. Kishim kohë që domethënë kemi gati një vit që kemi biseduar edhe në bisedat, domethënë private, por edhe publike në shkrimet. Normalisht ai kishte i paraqiste platformën e mendimeve të gazeta dhe normalisht unë isha tërësisht dakord me atë që thoshte, sepse me të vërtet kishim nevojë për një gjë të tillë. Edhe unë e kam përkrahur dhe kam qenë gjithmonë pro me atë idealizmin tim të një njeriu që kërkon që në këtë vend, sidomos kultura,
jo vetëm në këtë vend, por në çdo vend të botës, kultura është promotori i zhvillimit të një shoqërie në të gjitha mënyrat. Pse them është kultura? Sepse në një shoqëri që ka shumë të zhvilluar kulturën, jo vetëm kulturën librore, me kupto drejt e kanë në të gjithë aspektin e kulturës. Absolutisht, ju kuptoj shumë drejt. Po, patjetër, filmi, teatri, kinematografia, çdo gjë që futen aty, madje edhe televizioni futet pjesë e kulturës, madje edhe radioja është pjesë e kulturës. Pra, ai shoqëri është më e përparuar, është më e emancipuar, është shumë më shumë sjell qytetërim, sepse kjo lloj kulture ka edhe dimensione të ndryshme, ka brenda vetes mini kultura, ka madje dhe, si mund thosh, përplasje kulturash, përplasje në kuptimin e mirë, përplasje ka në mendime ndryshe. Absolutisht. Po, ka thyrje të ndryshme dhe normalisht edhe në Shqipëri nuk jeton vetëm ka disa komunitete shqiptare, domethënë komunitete që kanë kulturat, gjuhën dhe jetojnë në Shqipëri, edhe ato kanë të drejtën, të gjitha të drejtat mbas asaj kontratës së drejtave njeriu që të kenë kulturën e tyre, gjuhën e tyre, zakonet, e çdo gjë. Pra, kjo kultura që them unë përfshin të gjitha këto gjëra brenda. Dhe okej, erdhi dita, u bë mbledhja, aspirata ime e madhe të isha pjesë e kryesisë së kësaj gjë së madhe. Pse? Sepse unë, domethënë, atje nuk unë era shumë shkurt bëra një përshëndetje, po në këtë kokën time, si më thosh prej budallaqe, kisha Jo, absolutisht. Kisha renditur 3 pika kryesore. E para, se unë në fakt unë kam mision letërsi. Dhe kur kam filluar të shkruar, nuk kam menduar që mund të bëhem, domethënë, kjo që jam sot. Nisa të shkruaj për çepin tim, pastaj jeta mori tjetër gjë, mbarova shkollën, filloi gazetari etj, mos i zgjas këto gjëra dhe kur e kam filluar kritikën me ese të ndryshme për të arritur deri këtu, vëmendja ime u përqendrua totalisht te letërsia femërore ose te penat femërore, sepse letërsia femërore duket një fjalë pak më e madhe, penat është më përshtatshme në këtë rast dhe për emisionin edhe në rastin e studimit. Një gjetje interesante, më thënë drejtën, është hera e parë që e dëgjoj letërsia femërore ose pena femërore, një gjetje vërtet interesante. Po zakonisht, po të thuhet letërsi femërore, domethënë ato që janë pas ekranit janë gati që të sulmojnë se kjo po na bën një letërsi, një ndarje gjinore. Në fakt nuk është asgjë e tillë. Unë as letërsi gjinore, as letërsi seksiste, asgjë, është thjesht një letërsi femërore që fatmirësisht ka një zhvillim shumë të madh në Shqipëri, jo vetëm brenda në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe në Maqedoni dhe në Maltezi dhe madje në diasporë. Më besoni që ka shumë poete femra shumë të mira që jetojnë në Greqi, Itali, Francë, Amerikë. Kemi patur edhe ne shumë të ftuar nga ky zhanër që jetojnë jashtë. Patjetër. Dhe ti e di shumë mirë që janë pak të njohura ose as pak të njohura. Dhe madje kanë një penë të mirë. Unë nuk po them tani që gjithë të poetë janë laureate apo janë nobeliste, sepse është një shkrimtare amerikane, është Emily Dickinson, ndaj dhe mua më pëlqeu që emrin tim i vura Emi, domethënë EMY, duke bashkuar edhe është poetja ime e zemrës që e dashuroj, se ishte një poete që një shekull më vonë amerikanët e kuptuan që kishin një poete si Emily Dickinson, të panjohur në atë kohë. Ajo vetë në fakt kishte zgjedhur të mos shpërfaqej para lexuesit, po është tjetër, kjo është temë tjetër. Kuptoj. Dhe normalisht kështu që e mësuan vonë amerikanët, prandaj sot ku jetojmë në një tjetër shekull, ku normalisht media, jo vetëm media, po interneti, rrjetet sociale, ChatGPT-ja, etj, Ali, çdo gjë. Askush nuk mund të rinë fshehur. Tashmë të gjitha kanë mundësi të jepet një shans. Por, ndryshe nga media dhe rrjetet sociale, këto femra që shkruajnë, domethënë thash nga të gjitha nivelet, që nga letërsi erotike, lirika, etj, postmoderniste,
të gjitha llojet të rrymave, madje piko lirike, opike, pse edhe ka dhe poete që shkruajnë poezi epiko lirike, u pëlqen epika dhe shkruajnë. Pra, këto nuk kanë të drejtë që lexuesit ta marrin vesh të paktën, në qoftë se mos një libër, 2, 3, 4, se kjo pjesë tjetër pastaj, për të paktën një poezi disa vargje, të shpërfaqen para lexuesit dhe unë këtë detyrë ja vura vetes si mision, sepse unë kam qenë vetë femër, kisha nevojë për mbështetje, unë nuk e gjeta këtë mbështetje në fillesat e mia. Dhe duke mos e gjetur këtë mbështetje, duke qenë në këtë, domethënë pak e shkolluar, domethënë pak e lexuar dhe pak njohuri, mendova që të gjitha këto pika të mlidhja që të bëj një pikë pak më e madhe për të ndihmuar këto lloj femrash që kishin nevojë. Dhe unë këtë bëra, e vura mision për të ndihmuar. Dhe kisha dëshirë dhe vazhdova. Më beso, janë shumë vajza, gra, zonja, zonjushe, që nuk i njoh kurrë, nuk i kam takuar kurrë, thjesht unë kam marrë një libër, e kam lexuar, kam shkruar diçka për qefin tim me gjithë dashurinë dhe pasionin tim, me ato dije që kam unë, aq ta di. Është e bukur e artit, sepse artin vetë do të ketë butësinë e shpirtit, do të ketë atë butësinë e naturalitetit të botës së njeriu. Patjetër. Pa i njohur fare, më beso, por në shkrimet femrore janë dy gjëra, domethënë, është ajo pjesa femrorja dhe femra. Femër është nga natyrë, është natyrale, domethënë e ka dhënë natyra femrën për të qenë më e butë, më delikate, për etj, është do bëhet në riprodhon etj, dhe femrore është tjetër gjë, në thajmusa femrore që nga kjo. Domethënë kur shikojmë një femër që është e veshur bukur, qelcen me elegancë, pra, duke nis nga kjo lloj metafore femrore, femrat të tilla kemi edhe meshkuj femror tashmë. Po, patjetër, po them për femrat. Edhe kanë dhe penën femrore, por nuk duhet të ngatrojmë feminizmin, që është tjetër gjë, ajo është një rrymë, një filozofi, ka që rrymë politike, është në kritike e tjerë, me femrën dhe femroren. Pra janë 3 gjëra të cilat unë nuk po i futem sepse kjo është teori tjetër, por unë po flas vetëm për penat femrore ose pse dhe letërsi femrore. Letërsi femrore sepse është një korpus i madh i letërsisë femrore. Unë sapo kam bërë publike para 2 javësh një poete, Iliriana Sulkuqi, jeton në Amerikë, pak e njohin, domethënë, por ajo është e vogël dhe ajo si puna ime, por ka një shpirt shumë të madh dhe ka dhënë një kontribut jo vetëm për letërsinë, po sidomos për gjuhën shqipe në Amerikë. Tani ju kur thoni e vogël, ju jeni një mallështore, dhe sinqerisht është vërtet fat në këtë kohë dhe në këtë brez të kesh njerëz të tillë si puna juaj, kështu që më pëlqen modestia juaj, por në të vërtetë jeni një mallështor, jeni, po të thosha, drejt një gjenie të artit. Dhe faleminderit dhe që ta mbaroj mendimin, kam shkruar Iliriana Sulkuqi dhe lirika e saj. Të gjitha ato femra që më dëgjojnë tani dhe që kanë dëshirë të lexojnë, të dinë të gjitha teoritë femrore, feministe dhe mbi poezinë femrore të femrave apo penat femrore si të duan, atë libër mund ta gjejnë, ta lexojnë thjesht për kënaqësi, sepse aty nuk është veç Iliriana me penën e saj femrore, aty janë gjithë femrat. Aty janë gjithë femrat shqiptare, qysh në fillim, qysh në fillesat, madje gjithë ato botrore, që në fillesat e para të letërsisë, domethënë ndoshta para Safos, dhe deri sot në kohët moderne, deri të çast që po folim bashkë. Të kthehemi pak se sikur u larguam pak nga lidhja. Çfarë ndodhi me lidhjen e shqiptarëve? Kam lexuar shumë pak nëjsi, pra unë nuk dua të krijoj si thua debat konfliktual me askënd, por vërtet rrjetet sociale kam parë më shumë pak nëjsi se sa si thua atë pjesën që wow, mbasi 20 e sa viteve u ndërtua dhe lidhja artistëve dhe shkrimtarëve të Shqipërisë. Po, domethënë dolëm pak të kthehemi përsëri. Pra, edhe unë si një njeri që besoja tek gjërat e bukura, normalisht tek liria e mendimit të fjalës, dhe si mund thuash që edhe unë kisha besim te kjo gjë, u përpoqa që
të isha pjesë domethënë në prapasken, normalisht edhe unë u bëra gati, u vesha, u pispillosa pak, me atë dëshirën e madhe, po edhe me një kostum blu, se më pëlqen ngjyra blu, edhe duke menduar Jo si jeni militante e PD-s, më fjalë, po thjesht u pëlqen ngjyra blu. Jo, më pëlqen ngjyra blu, s'ka të bëj fare militantizmi. Unë jam militante e letërsisë, e lirisë dhe fjalës lirë, për këtë po. Madje jo vetëm militante, jam shumë më shumë si militante. Dhe unë nisa të shkoja tek 15 Kaçi, aty u futa, ishin mbledhur njerëz, takova 2 miq të mi, po nuk dua të përmend emra tani se nuk ja vlen, edhe ulëm të pim një kafe, pastaj unë gjitëm lart për të bërë regjistrimet me kartat, dhe unë as nuk e dija fare me të gjitha ato që unë isha pjesa e asaj listës, domethënë 17 që ishin në kryesi, të kryesisë, sepse thash, unë normalisht që për kryetar ishte vendosur tashmë nga gjithë qarqet letrare, madje edhe të rrethave, po këtu në Tiranë, po nga gjithë poetët dhe artistët, që Merita ishte Mujo Buçpapës, se ai ishte ideatori dhe iniciatori, dhe domosdo edhe sikur të kishte konkurrent tjetër, normalisht përsëri prapë ai do ta fitonte sepse delegatët ishin pro ti. Dhe kishte një gjë shumë e mirë dhe shumë e ndershme. Sido që të ishte puna, jam unë apo s'jam unë aty, meritën atij unë nuk ja heq dot. Edhe sikur të dua unë, nuk mund të jem kaq hipokrite që t'ja heq meritën. Është e tia Merita. E organizimit të kësaj rithemelimi të madh. Dhe filloi mbledhja si çdo kush, normalisht edhe goditja e parë më erdhi menjëherë sa u lexuan listat, emra që ishin 22 emra. Dhe unë si naive që jam, po prisa mos kishte ndonjë listë tjetër, nuk e dhash veten, qëndrova aty, isha në rreshtin e parë dhe qëndrova, madje në krahun tim ishte një emër i poezisë shqipe Sulejman Mato, që edhe ky ka pas disa herë poste në lidhje. Madje para ca kohësh më tha që të organizojmë gazetën Drita dhe ta besojmë ty e tjerë. Nëse unë i thash nuk pranova se nuk mund bëjnë ato kushte. Tani dihen kushtet, s'ka gazeta do kushte, do staf, do gjitha. Nuk u ta bëj një njeri vetëm atë. Është ti ke këtë faqen, ke një radio dhe ke 2-3 bashkëpunëtor, jo një gazetë. Absolutisht. Edhe si kjo është online. Po. Nëse u bën ajo pjesa e parë, dolën për një kafe dhe normalisht lista fillon votimet. Por ajo shpreha që mua më vrau më shumë dhe më cinike ishte që ju drejtuan personit që kishte bërë, thash nuk kam ndërmend të përmend emra, që kishte Thjesht ne duam të kuptojmë pak se më fesë çfarë ka ndodhur, më thonë të drejtën, e kemi mikprit të gjithë këtë vazhdim të lidhjes. Dhe hartuesi që kishte hartuar listën me emra totalisht të vjetër, listë nepotike, listë miqësore, shtonje kur e pyetën ato miqtë e mi poetë që ishin pak, ishin mbi 20, ku është emri e Mikrosit, pse nuk është aty, shtojen në fund. Dhe kjo ishte shumë fyse. Ju kuptoj shumë drejt. Pra, edhe ajo listë ishte totalisht me njerëz të cilët shumica, jo shumica, po të gjithë aty që ishin pak i njifshin, ishin emra të cilët nuk janë, domethënë s'kan çfarë japin më, vetëm disa emra që janë akoma aktiv dhe që shkruajnë për të tjerët, po dhe ato sepse, më fal tani, ti mund të quhesh studiues, kritik e tjerë, po ti nëse ti nuk punon të radion, në qoftë se ti thjesht është radioja ime dhe ti e përdor thjesht fut kufjet në vesh dhe për dëgjuar muzikë për veten tënde, dhe nuk bën emisione të tilla, ky s'është për publikun, është privat i dashur. Absolutisht po. Po. Edhe këto njerëz që shkruajnë, ato shkruajnë për veten e vet dhe për miqtë e vet. Ti s'ke bërë asgjë. Nëse do japësh kontribut për letërsinë dhe kulturën shqiptare, ato që i shkruajnë për të tjerët, i shkruaj dhe bëje publike. Dhe ato njerëz për shembull, ose le të askush jam shumë e hapur, le të bëj dikush një pyetje dhe të thonë, ato njerëz aty, sa vepra studimore kanë?
çfarë kanë publikuar, si kanë titujt dhe veprat, sepse unë jam shumë e nderuar dhe kam kënaqësinë të marr të lexoj dhe të shikoj. Pavarësisht se thash shumica të gjithë i njoh për vetëm 2 emra. Por edhe vetë mosha atyre, domethënë se dhe mosha ka të bëjë. Unë pretendoja që në këtë rilidhje të ishin të paktën mosha ime e lartë, jo mosha ime poshtë. Mosha është përbojës, të ishin sa më shumë, po pikërisht sa më shumë të rinj. Dhe zhgënjimi më i madh që në atë listë ishin vetëm 2 femra, dhe ato 2 femra se dia kanë fituar, s'kanë fitu, se normalisht 18 vende ishin dhe të jenë vetëm meshkuj, një listë vetëm burrërore dhe as i femër, është akoma 2 fishë zhgënjim, kur në atë sallë më shumë ishin femra, poete dhe shkrimtare, studiuse, gazetarë, që rëndësi kanë nga të gjitha gjinit, dhe në listë ishin vetëm 2. Po, si ka mundësi jemi që ne shqiptarët duam kudo kemi pothuajse të njëjtin problem, qoftë parti, qoftë kudo, mi thashë prirja maskullore. Gjithçka ishte burrërore. Dhe kjo tregon edhe një herë vetëm burrërisë pas ka pas. Pikërisht, maskilitetin dhe shpirt vogëlsinë e njeriu shqiptar. Duket di ajo nuk di si mund të shprehem, domethënë, me sa duket akoma ne jetojmë në një shekull ku vetëm meshkujt kanë të drejtë të jenë kudo, drejtues në podiume, vetëm meshkujt të jenë shefa, drejtora, ministra, president, dhe femrat të jenë thjesht femra, vetëm shtëpiake të dëshpëruara, që nuk din të bëjnë asgjë, po thjesht janë për të gatuar dhe për të lindë fëmijë. Shiko, fare në mënyrë natyrale lind një pyetje. Pse mendon se ndodh kjo? Duke patur parasysh që ju jeni edhe një analiste shumë e thellë sociale. Pse ndodh kjo? Dëgjoj, mendoj që janë shumë arsye, për shembull. Ke dëgjuar ndonjëherë ti që thon meshkujt domethënë meshkujt kanë frikë nga femrat e forta? Po, patjetër. Çfarë janë femrat e forta? Tani gjithë thonë jemi të forta, por femrat e forta janë ato femra që i rrëzon jeta, i rrëzon fati. Dhe këto femra zhyten, por nuk mbyten, dhe ringrihen fuqishëm. Ecin me këmbët e tyre, me shpatullat e tyre, me zotësinë e tyre, janë aq të forta sa sado mundon ti më njanojnë, ti zhysin, madje ti fshin fare, ato përsëri çuditërisht dalin sipërfaqe, dalin më të forta, më të fuqishme. Dhe kjo ndodh edhe këtu në Shqipëri, pastaj është një gjë tjetër që meshkujt shqiptar nuk kanë dëshirë që femrat të jenë domethënë të suksesshme, jo vetëm si politikane, si biznesmene, si drejtuese, si gazetare, si shkrimtare. Vazhdojmë të jemi një shoqëri patriarkale, më thënë. Vazhdojmë të jemi ajo shoqëri. Patjetër, kurse në parlament bërtasin dhe ulërasin barazia gjinore, po sepse kjo gjithçka vjen nga lart poshtë. Se neve nuk kemi një shoqëri që kemi një shtresë të mesme intelektuale që të vinë nga poshtë lart dhe t'ja imponojmë dhe politikës një gjë të tillë. Se dhe femrat aty në parlament ulën dhe ngren kartona dhe asnjëra nuk ka guxim të ngrej zërin e saj femror për problemet totalisht femrore që ka, mashallah, sa probleme ka ky vend, ka kaq shumë sa që edhe tek lidhja e artistëve dhe shkrimtarëve fatkeqësisht sikur ndodh në politikë dhe sikur ndodh kudo në organizimin shoqëror të shoqërisë tonë. Edhe aty e njëjta. Kjo është vërtet e dhimbshme. Kur është ky lloj diferencimi, ky lloj problemi, ky lloj mos mirëkuptimi brenda atyre që janë, ai ka e kombit, pra sepse arti, artisti është kultura e kombit, është ai ka e kombit, kur janë këto probleme aty është vërtet e dhimbshme, trishtuese. Pastaj ato që janë aty, që në kryesi, domethënë, kanë dhe këtë frikën tjetër që thotë jo, ne nuk mund të futim 2-3 femra të mira, të zonjat, që kanë perspektivë për të ardhmen, se na zën vendet dhe ne pastaj çfarë do bëjmë, do ngelemi pa punë.
Sa trishtuese. Jo, nuk është për të qeshur, është për të Jo, qarë. shiko, jo, a di pse po qesh? Është ironi e fatit. Jo, absolutisht po. Po qesh për këtë sepse the pak më përpara gjithë burra. Po këtë me të burra s'pas ka qenë sepse një burr nuk ka frikë një grua. Me fjalë se marrim shumë nga kjo. Nëse le t'i heqim rres ren dhe kupton veti. Bukur. Po, keni patur kontakte mas kësaj zgjedhje me poetë të tjerë, artistë të tjerë, apo qoftë me njerëz të kryesisë, pikërisht për këto pakënaqësi? Jo, me të kryesisë nuk bëhet fjalë sepse unë normalisht thash, unë nuk jam e mërzitur, isha pak e zemruar, zemrimi më kaloi, po jam e zhgënjur dhe ky zhgënjimi vazhdon akoma. Më kanë telefonuar miq në privat më kanë shkruar. Mendoj që më i rënd është zhgënjimi se sa vetë zemrimi. Patjetër, zhgënjimi është shumë më i madh, por ajo që mua më zhgënjeu më shumë dhe që po vazhdoj të pres, është heshtja e miqve dhe shokëve të mi poet dhe shkrimtar. Ato të cilët unë i kam mbështet çdo ditë, i kam suportuar, vazhdoj t'i suportoj. Jemi për ditë bashkë, pim kafe, takohemi, diskutojmë, përplasemi, grindemi, kemi mendime edhe normalisht të ndryshme. Po ndaj është e bukur jeta, ndaj është e bukur. Patjetër. Por jemi gjithmonë bashkë dhe jemi një grup që kemi formuar, domethënë Tart Tirana është ty me apostrof Tart, që ne takohemi pothuajse çdo muaj, është një lokal stoa në Tiranë dhe ato që po më dëgjojnë tani, nëse po më dëgjojnë e din, por akoma janë ca procedura që i kemi çuar gjykat për ta legalizuar, por dihet ajo procedura burokratike të këtyre gjërave, vonon, dhe këto miq më bëri shumë përshtypje, to heshtën. Disa që kanë qenë aty kanë protestuar, kanë ikur, s'kan votuar fare se kanë pa emrin tim, disa s'kan votuar fare, ishin të revoltuar dhe nuk kanë folur, janë shumë të nervozuar akoma, dhe por tani janë ftohur gjërat, unë prisja të paktën një shkrim nga një prej këtyre ose një reagim qoftë dhe një mesazh në këto shkrimet e tjera, por akoma asnjë. Dhe kjo më ka zhgënjur akoma 2 fishë zhgënjim. Por mua personalisht. Shiko, sikur jemi mësuar në shqiptar, sepse do largohemi nga kjo pjesë, po sikur jemi mësuar në shqiptar që mbas çdo lloj pakënaqësia apo zhgënjimi, pak shumë na ka mësuar politika sidomos, fillojnë e krijon, pas e paktën në politikë krijon ato partiçka të vogla, krijon parti të reja, dalin, ikin, rikthehen, ku diu. Do ndodh kjo tek lidhja e artistëve dhe shkrimtarëve? Kjo lloj përçarje apo kjo lloj Unë personalisht ta them me zemër në dorë, jam kundra. Kuptoj. Dhe pse jam kundra? Pse jam kundra? Sepse këto të pakënaqur normalisht e di, por nuk janë të atij niveli, domethënë, sepse aty ka të pakënaqur që e kuptojnë dhe vetë që s'janë në nivel për të krijuar një gjë të tillë. Ato mund ta krijojnë, por unë nuk pranoj dhe refuzoj kategorisht të jem pjesë e të gjithë këtyre lloj mini lidhjesh, ri lidhjesh, mbas lidhjesh, çdo lloj që është me lidhje e me zgjidhje brenda. Jo, thash pas se kështu na ka mësuar politika, kupton, bëjnë debat atje me kryetarin, krijojnë parti të reja, dëmtojnë edhe shoqërinë, edhe shtetin, edhe institucionet e gjitha, dhe pastaj sërish rikthehen prapa tek ajo fëleza e tyre, dhe kjo është. Jo, unë nuk kam ndërmend të bëj. Fundja lidhja ime më e mirë është liria ime e të shkruarit, është arti im që bëj vetë. Kënaqem me gjërat që bëj, marr një libër e lexoj, nëse un kam dëshirë shkruaj, nëse s'kam dëshirë nuk shkruaj dhe realizoj shoqërzot kam për të lexuar kaq shumë, nëse s'kam këtu i blej librat dhe megjithëse nuk kam kohë sepse kam 2 studime në dorë, edhe ato e kam zënë me kohën deri nga vjesht, por prap nëse s'kam mundësi as të blej librat, do t'i marr uha dhe un do merrem vetëm me
gjërat e mia, domethënë me lirin time. Por kur do ta bëj një gjë të tillë? Nëse mund ta përkufizoj pak ndryshe, unë përdor gjë tjetër. Ore, lirin time diun si e përdor. Nëse s'ka më çfarë të bëj, ja fus gjumë, por ama lirin time nuk ta dorëzoj ty. Kohën time sa dorëzoj ty. Patjetër. Emi, si e shikon letërsinë shqiptare sot? Po ecën përpara apo është mës një kaosi të indiferencës si e shikon? Është një lloj deri tani në fakt letërsia shqiptare ka pasur një regres, si të thuash. Domethënë pas viteve 90 ndodhi një shpërfaqje shumë e madhe. Pa liris, njerëzit filluan larushi të ndryshme, shkrime të çuditshme, lloj kujtimesh, lloj gjërash pafund, botime, pafund shtëpi botuese të tjerë që vazhdojnë akoma, po disa kanë mbetur rrugës dhe u bën, domethënë, gati këto kohë të fundit, mund të themi një dekadë dhe këtej ka filluar një lloj stabilizimi ku temat tani janë rikthyer tek monizmi, domethënë ka kaq shumë tema sepse më përpara i shmangeshin asaj lloj tematike dhe domethënë sidomos poezia ka filluar të marrë një lloj stabilizimi dhe po ngrihet në një nivel pak më lart sepse poezia ishte shumë keq, por çuditërisht tani po ikin lehtësi. Jo, po duket se janë shtuar shkrimtarët dhe kanë rënë lexuesit. Eksaktësisht, tani që domethënë letërsia po kishte formuar një lloj baze stabull dhe po qëndron në këmbët e veta, domethënë në gjenezën e saj, në rrugën e saj, tani kanë ikur lexuesit, ka ngel letërsia pa lexues. Tani të gjithë janë bërë shkrimtar, lexojnë vetëm veten e vet, edhe nuk ka lexues më që me që jemi tek poezia. Unë paktën kam një perceptim timin, ndoshta unë kam të gabuar, por pse poezia moderne shikohet si më vështirë? Është një problem i autorit apo problem i lexuesit? Pra një defekt tek autori, tek lexuesi? Më duket sikur ka përdihet, sikur merret jo shumë natyrale e moderne. Po, ti ke shumë të drejtë sepse problematika duhet filluar qysh herët. Në vitet 30 poeti modern shqiptar ishte Migjeni, po ishte edhe Poradeci. Kishte edhe plot poetë të tjerë, po tani nuk më vijnë emrat. Dhe në atë kohë ishte një stres intelektualësh të shkolluar jashtë shtetit, në shkollat perëndimore të kohës, Itali, Austri, domethënë Gjermani, Francë, shumica, dhe ishin të ndikuar nga rrymat letrare, filozofite kohës, dhe e njihnin shumë mirë dhe stilet e letërsisë që shkruheshin në Europë dhe që u shkrua mes dy luftrave. Domethënë, e ke parasysh dy luftrave. Po, absolutisht. Po. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Domethënë, mbas luftës dytë botërore, mbas 39-s, ishte lufta normalisht ka tjera gjëra dhe mbas 45-s, kur në Shqipëri u instalu regjimi komunist, këto poetë të cilët kishin qenë me atë mendësinë europiane dhe jetonin, filluan domethënë e kuptuan uri edukuan me sistemin, me frymën komuniste. U detyruan që ta krefin këtë lloj poezie dhe ta kthejnë në një szablon, duke u futur në rreshtën e realizmit socialist. Dhe pastaj ai lloj shënjimi modern europian filloi të zhdukej. Dhe kjo lloj letërsie, pastaj deri në vitet 60 ishte ajo letërsia szablone, partishmëria, populli, e tjerë tek tuk ndonjëri që guxonte merrte nga elementet popullore, pastaj në vitet 70 sikur filloi një lloj ere lirie perëndimore, ndoshta edhe me ndikim nga Kosova, sepse Kosova në ato vite ishte shumë e lidhur me akademitë, sidomos franceze, ishin të shkolluar, për shembull në Serbi, në Kroaci, në Sloveni, ishin brenda Federatës Jugoslave.
pastaj lishte dhe ajo e famshmja, domethënë festivali që u dënuan shumë intelektual. Dhe u fut përsëri në kanalin e realizmit socialist ku ishin 3 elementet: partishmëria, njeriu i ri, punës, edukimi komunist, pushka, kazma etj etj. Dhe tani si ka hyrë demokracia, si hyri demokracia, ç'a ndodhi pikërisht tani në këtë? Tani u formua një brez lexuesish. Por një brez lexuesish, domethënë 30 vjeçar, 40 vjeçar që ishin edukuar me këtë lloj letërsie. Shumë interesante analizë. Dhe tani me vërtet kanë kaluar 30 vjet, por akoma ky brez lexuesish që i bie në moshën 60 vjeç dhe 70, domethënë, por është mosha 50, 60, 70, kjo grup mosh janë të edukuar me atë lloj letërsie dhe kanë të vështirë ta kuptojnë ç'është letërsia postmoderne, që thonë është një grumull fjalësh pa kuptime të tjerë të përmbysura etj etj. Dhe këtë lloj estetike postmoderniste nuk e perceptojnë dot. U duket si gjë shumë e huaj, e largët. Ato duan akoma atë poezi që shkruan Detroit Golli me baltën e Muzetjes apo të çfarë thoshte ai të Korçës nga Vinta. Do më do poezit patriotike, po themi, ato poezit e vendlindjes, ato poezit atyre dashuriçkave të letrave të atëhershme. Jo, periudhë mi ver të patriotike. Jo, preferojnë dhe lirikën, por më shumë se Agulli ishte më shumë poet popullor dhe normalisht shumica e lexues ato preferojnë. Pa pse ti të kisha edhe fjalën patriot, duke patë parasysh atë popullore, duke patë parasysh atë vendlindjen këto, do të kisha. Patjetër, duhet që të edukohet një brez tani, për shembull ky brez që janë mbi 50, 40, 30 vjeçarët, prandaj që të jenë lexues, por tashmë ai lexues nuk është më, është përbër, prandaj s'ka lexues, që këtë letërsi ta thithin, sepse këtë po rritën në këtë periudhë dhe pastaj kur të shkojnë një moshë mas një dekade ose 2 dekadash, edhe këto lloj lexuesish pastaj do kenë perceptimin e vet për modernizmin dhe për postmodernizmin që në fakt në Europë si rrymë ka vdekur, po lindin hiperrealizmi dhe hipersurrealizmi, rrymat reja. Shiko, më qemi këtu, si shikon autorin shqiptar përballë një autori evropian? Pyetje shumë interesante. Një poet e re nga Shkodra, Gabriela Mujaj, botoi një libër me poezi, në fakt ishte... Atë duket se pasëm nga vëzona ime, tamam, me këtë mbiemër. Po. Përshëndesim. Po, andej është. Edhe botoi një libër shumë interesant, ku ajo kishte ngërthyer mitin dashuror, domethënë, individualist me mitet biblike, me Biblën. Dhe një poet e re që arrin të ngërthej kaq bukur lirikën me Biblën, me besimin, ishte një gjë shumë interesante dhe një risi të cilit normalisht patjetër që e mbështet dhe do ta mbështet, sepse ajo me të mënyrën e shkruar dhe ka të ardhur më përpara, ajo mund të shkruaj libra dhe më të mirë. Kur nuk i di, ndoshta mund të jetë dhe më të këqij, po me këtë libër ajo goditi dhe lexuesi i gjitha moshave u habit nga stili i shkrimit të saj. Por në fakt, kjo vajza jeton në Vjenë. Dhe, çfarë ndodh tani? Ka një farë ndryshimi. Patjetër, marrëdhënie që ka ajo, edhe ajo po thoshte vetë që tani kam filluar të mendoj si vjeneze, domethënë si austriake, si gjermane. Patjetër. Sepse atë letërsi që ka shkruar, ai e ka shkruar me kujtime që ka nga vendlindja. Dhe shpërfaqja e kësaj letërsi para ajo pa dashur, ajo është ndikuar, domethënë nga ambienti atje, ajo ndoshta në mënyrën ajo nuk është shumë e vetëdijshme, sa autori nuk është i vetëdijshëm në perceptimet e tij, por ajo pak a shumë ka një lloj ndikimi. Dhe tani duke qenë që vajza e talentuar aty më vonë në ambientet vjeneze, dihet që Vjena është kryeqyteti europian që ka më shumë muzikë, kulturë, çdo gjë. Pa diskutim. Ajo shumë e aftë, jo vetëm të përballoj të lloj trysnie të madhe kështu bam që midis një shqiptareje, një emigranteje dhe një vjeneze ose vjenezeje, por dhe midis një mendësie të kulturës dhe letërsisë ballkanike dhe europiane, se di që përsëri Austria në qendrën e Europës. Pra, janë dy paralele. Njërën anë është vetë poetja, domethënë individualisja,
intimja, personalja, thuaj si të Patjetër, duash, patjetër. përballë një shoqërie dhe kjo pjesa tjetër, kultura, mendësia shqiptare dhe një pjesë e Ballkanit përballë kulturës dhe mendësisë europiane, sepse dihet përballë Vienës ku Gjermania dhe orali gjerman këto e shoqërojnë çdo individ gjatë gjithë rrugtimit të jetës. Këto lloj paralelesh apo këto lloj si thosh ndërthurjesh. Të dish gjermanisht dhe të lexosh në gjuhën e vendit të Schiller dhe Goethe është je i mbushur. Je i mbushur. Ma bëre shefit. Aty ka plot shkrimtar të tjerë. Un po përmend dy gjigantët e mëdhenj të gjermanishtës, Schiller dhe Goethe, pastaj ka është Zweig, është etj. Pak Zweig më pëlqen shumë. Emi, do po thuaj se në të njëjtën linjë, por do e devijoj pak bisedën. Si e shikon gruan shqiptare? Pra, gruan shqiptare ka evoluar në letërsi krahasimisht me realitetin, apo si është ecuria e femrës e gruas shqiptare me letërsinë dhe me realitetin? Ka evoluar shumë. Ka evoluar shumë sepse të thash realiteti në Shqipëri është akoma i burrëzuar. Ne akoma kemi një shoqëri mashkullore. Dhe duke jetuar në këtë shoqëri mashkullore, la brave në meshkujt. Bo. Që semi në studio se nuk e di për çfarë do të kishe gjuajtur. Jo, me asgjë. Dhe nuk jam shumë e dhunshme kështu. Ja, shiko, më mirë kuptoj se edhe për shëndetësim bisede. E kuptoj. Dhe duke jetuar në këtë lloj mjedisi, femrat në art dhe në letërsi të thash janë shumë më europiane, më të përparuara. Pse? Se në veprat e shumë femrave në mënyrë absolute që i kam lexuar dhe vazhdoj të lexoj, ato kanë një qasje shumë realiste ndaj vetës. Domethënë, femrat nuk e zbukurojnë realitetin. E praqisin veten ashtu siç janë të lodhura, domethënë me ca rrudha, me thinja, të sëmura, të lodhura, etj, me problematikat me fëmijët, me zënkat familjare, madje të bullizuara, të dhunuara, dhe ka femra që me artin e tyre janë bërë edhe mburoj kundra dhunës. Pra, sepse sot akoma ka femra që dhunohen dhe më besoj nuk e mbulojnë dhunën, e fshejnë, dhe gjëja më e keqe të fshesh dhunën. Absolutisht po, sepse femra shqiptare duhet të kuptojë diçka. Vetë femra, pra vetë gjinia femërore është art më vete. Dhe vetë natyra femërore, pra si kur natyra që i ka të 4 stinët, edhe vetë femra i ka të 4 stinët të injeksuara brenda vetës. Patjetër, po. Me gjitha ngjyrat e moshës. Me gjitha ngjyrat e moshës, absolutisht, pra ne po them 4 stinët, pra i ka sepse është art natyror, është art në veprim, në sjellje, është art në të jetuar, por është skulptura që ka bërë vetë Zoti. Absolut, dhe duhet i bashkojmë se e thirrjes tënde që asnjë femër për asnjë lloj arsye nuk duhet ta tolerojë dhunën. Për asnjë lloj arsye. Po ja, pra ka femra që akoma e fshehin dhunën. Dhe si e fshehin? E fshehin përse do ta marrin vesh motra, vllai, kunata, nëna, baba, etj. Më fal. Kjo është shumë e dëmshme. Sepse ti nuk po i bën vetëm dëm vetes tënde, sepse ti vetë jeton me frikë, por ti po i bën dëm edhe i jep edhe brezit fëmijës tënde. Absolutisht. Patjetër, edhe fëmijët rriten me atë frikën dhe me trysnin, sepse dia kur do plasi sherrri, jo po të shkojmë në shtëpi, prindrit do grindën, do fjalosen, do sherron njëri tjetrin, pastaj do krisi shamata, se ne shqiptarët jemi shamata gjithmonë, dhe shkojnë deri aty që dihet që femrat po vritën. Emi po na akuzon tash, ne jemi popull i butë, i kulturuar, i qytetëruar, mos na akuzon. Shumë. Dhe dihet fataliteti që sa femra, sa gra, sa nëna dhe sa motra janë vrarë. Emi Krosi, si e shikon sot letërsinë përballë telefonit, rrjeteve sociale,
inteligjencës artificiale, ku është letërsia klasike, ajo realja, si e shikon për ballë? Sa pyetje mirë është kjo. Tani këtë të bëja ChatGPT, ti mos ma bëj mua. Jo, po, tash ty të kam ftuar për chat, a kupton të ftuar. Se ti e chati origjinal, a kupton ky tjetër është pa shpirt, ky chati tjetër është pa shpirt. E di si thot ChatGPT-ja për këtë, për letërsinë, ai thot unë të jap një mendim, thot ti thot fillo shkruaj një poezi, thot se pjesën tjetër ta plotësoj unë. Tashmë edhe këngët e gjitha po bën aty, tashmë edhe ligjet në parlament apo diskutimet apo çdo gjë çati. Sepse është shiko, më fal për të ndërhyrje, por unë nuk e kuptoj këta njerëz. Pra, okay, unë jam plotësisht dakord, më mirë të shkruajnë se sa të rrinë kot apo se sa të merren me thashë theme. Por nuk e kuptoj. Të shkruash me ChatGPT, që është gjë pa shpirt dhe ta qush vetëm pasaj poet, shkrimtar, ku diun, kritik, ku diun çfarë duash, ta shpirtëzosh dhe kur flet me ata apo kur diskuton ka një dialektore shumë të varfër, nuk din të artikulojnë. A kuptojnë që kjo bën mu, një gjë që bën mu, nuk mund është ndjes, në fjallë edhe për këtë, a kuptojnë, por... Kuptoj. Struktura e poezisë, domethënë ose shkrimit, është lehtësisht e dallueshme që shkruan ChatGPT-ja me strukturën e shkrimit që shkruan njeriu. Tani para nga 2 vjetësh një shkrimtare nga Koreja, nga Seuli, se Seuli është kryeqyteti i Koreas së Jugut, me sa di unë, nga Koreja më duket, do t'jem saktë. Deklaroi publikisht që ka fituar një çmim dhe ka deklaruar publikisht që roman, domethënë, unë e kam shkruar me ChatGPT, domethënë ja ka shkruar chati. Dhe ajo e pranoi këtë gjë se u mori dhe çmim për atë roman dhe normalisht vazhduan debatet, të cilat normalisht në rrjetet sociale u prapen gjithë botën. Dhe me sa duket ky modeli i kësaj shkrimtareje nga Koreja, me sa e di mirë që është nga Koreja, po ndoshta dhe gabohem tani, po e di që është nga Koreja. Po nuk është problem se oj kemi të përditshëm në përkëmbë të tillë njerëz, o emi. Po, edhe se ti në rastet izoluara halal po ja bëjmë. Patjetër, u bë një model që me sa duket po e përdorin dhe tjerë, por ajo të paktën e deklaroi publikisht, kjo është e keqe se ne nuk e deklarojmë. Dhe tani, në marrëdhënie me librin, ne kuptojmë që libri, unë për shembull kam këtë librin tu e kam në dorë. Ky libri që kam në dorë ka tjetër ndjesi. Absolutisht. Ajo prekja, letra, ai shfletimi, ajo aroma e letrës. Ajo lënia e një shejt aty se ku e mbyllë librin, ajo është. Shënimet që i bëj unë aty për shembull çdo kush që i lexon. Është identik si ajo lloj prekje dashurore të një çifti që është ndryshe, ti mund t'i thush gjithë ditën dikujt të duan ChatGPT ose në internet me puthje kështu. Po. Sa mallë e papaje. Kur e ke afër, kur e prek atë, e ndihen, i prek flokët, duart, lëkurën, trupin, është tjetër emocion, është tjetër ndjesi. Absolutisht. Se është shpirt, prekja është shpirt. Po, të njëjtën gjë ka dhe libri. Të duket sikur ti po prek një dashuri. Absolutisht. Të përcjell tjetër ndjesi kur i lexon ato gërmat në fletë, sepse unë faktikisht lexoj edhe në laptop. Okej, nuk jam kundra të digitalizimit të librit, dakor, por unë jam kundra të shkrimit me çate, me inteligjencë artificiale, me këto. Jo, ta kuptoj. Jo, prit ta mbaroj mendimin, ta kuptoj, pra thash, unë lexoj dhe këtu, po kur lexoj këtu, unë e marr për lehtësi studimi se kam më të lehtë ta citoj edhe i marr ato pastaj mos i shkruaj për s'dyti, unë më besoj, nuk e kam atë ndjesinë që lexoj një libër. Nuk e ndjej, më duket se libri më i ngrohtë. Por tani, duke mos lexuar më libra fizik dhe shqyr që është teknologjia,
Dhe është gjë e mirë që janë celularët, që domethënë këto e-bookët në celular apo në laptopa, kompjutra, çdo gjë, iPad-a, çfarë janë, të paktën edhe në këtë lloj kanë lexues që kanë dëshirë, sidomos ato që lexojnë letërsi të huaj, libra në gjuhë të huaj, anglisht, gjermanisht, italisht etj. Është gjë e mirë, po të paktën lexojnë. Dhe kjo është një mënyrë e mirë për të lexuar. Por gjithnjë po largohemi aq sa jemi largu nga leximi, po largohemi dhe nga libri fizik. Dhe kjo nuk është e dhimbshme të them. Pa diskutim. Sepse shiko, kjo është një problem i madh, më thënë drejtë se të paktën se unë e them në çdo emision kur kam të ftuar të letrar, unë them në çdo emision se ti e ke parë vetë sepse ti ke shëtit botën. Këtu në Gjermani, në çdo supermarket, në çdo butik, në çdo dyqan e ka një repart të librit fizik. Dhe më ka bërë dhe përshtypje, paktën në udhëtime të gjata, me tren, me autobus, tramvaj, nuk e shikon rinin me laptop apo me tablet, por shikon me librin në dorë. Kom pa shumë trena, që kam hip trena gjerman, kom pa shumë duke lexuar, dhe breza, jo vetëm të rinj, po shumë breza të ndryshëm. Po pra patjetër sepse është ajo kultura që ti e ke librin prezent në çdo market që të hysh, në çdo vend që të hysh, është aty i pranishëm. Okej. E ke në çantën e udhëtimit, e ke në çantën tënde. Me fjalë, është ajo pjesa që ne si shoqëri duhet të fillojmë të kthehemi tek originaliteti, sepse në fund të fundit, qoftë edhe një dokument për ta dorëzuar në një zyrë, aty do lësh kopje. Kurse originalin do e mbash. Ne fatkeqësisht sikur po bëjmë si copy paste, apo nuk e humbim atë originalin ton. E kemi humbur. E mikrosi. Më shkruan një mik nga Amerika. Respekte Leonardo sepse që nga vërtet legjendë, vërtet kënaqësi të ndjekësh këtë person, vetëm sinqerisht të thuaj, ne jemi në shtëpi, thot, gruaja në divan dhe burri në divan tjetër, thot, dhe çojmë emoji me puthje në telefon njëri tjetrit. Më shkruan në WhatsApp. Emi, unë e kam në me fjalë sepse edhe kam postuar njoftimin me listën e librave tuaj dhe doja të na thoshe diçka, kush është libri i parë apo si erdhi Emi Krosi tek libri, tek shkrimi, tek botimi. Te pyetja, gjithmonë pyetja klasike e çdo autori, poeti, shkrimtari. Po normalisht është se po shiko, në fund të fundit, shifemi, edhe po të jetë tek politika, pavarësisht se ne në Shqipëri nuk bëjmë politikë, ne bëjmë debat, ne grindemi, zihemi, e fundit asgjë nuk bëjmë, por ti di shumë mirë që njeriu e ka një nisje. Patjetër. Dhe ajo nisja është ajo pasaj që formëzohet gjatë rrugës. Patjetër. E këto, jo, unë ta bëra për shaka këtë, se normalisht... Jo, të kuptoj. Po të kuptoj, Emi, ne kuptojmë bashkë. Mos thuj të pare, thuj të dytin. Okej, tani ma bërë dytin më lërë të përgjigjesh. Tani, fillimi. Unë jam rritur në një fshat të vogël, të Burrelit, të rrethit matit, të Klosit, dhe unë që fëmijë kam pas pasion në leximin. Në ato kohëra tona, kur shkonim në fshat, kishim një 4-5 dhi, do një lop apo ndonjë kale, dhe unë gjithmonë kisha një trast madhe se çantat na të kishin për leckë të zezë, dhe gjithmonë baja libra. Aq shumë baja libra, recitoja dhe këndoja gur me gur, se e mal me mal, sa që harroja që jam me bakteri dhe në shkollë. Atje në ardhën e kooperativës, edhe pastaj ndarke kriste, e di veti që kriste. Kisha bërë, kishin bërë 10 namin, kurse unë që ditën duke recituar, e lexuar libra. Dhe kështu rrita, unë gjithmonë kam qenë tip rumujaxhie, rebele, domethënë nuk lija 2 gurë bashkë. Dhe përveç kësaj rebelizmit tim, dashuria më e madhe ishin librat, normalisht dhe natyra, gjithmonë thash me libra. U rrita në këtë, domethënë me libra, dhe
kam filluar të shkruaj, ndoshta që herët, por unë vonë kam botuar në vitin 2000 librin e parë, Në 2000. një statuje e paputhur që ta kam shkruar aty. Unë kam të listën e librave që mi këtë dërguar i kam, nëse i ka në njoftim, por thjesht është libri i parë. Po pse një statuje e paputhur? Për çfarë kjo? Në fakt unë e kam dërguar me shkrim dore dhe Bardhyl Londo, Rahmet Pas, ma ka redaktuar edhe ishte një rish poezi edhe titullin e ka vënë vetë. Dhe të thënë të drejtën, Bardhyl Londo më ka mësuar ç'është poezia, si të shkruaj poezi, si të redaktoj dhe të korrektoj, cilën unë e bëj dhe tani. Ai më ka mësuar. Dhe kur i pa poezitë e mia, më pyeti, ke botuar? Jo, i tha shumë i çuditshme, tha një vajzë të moshës tënde, edhe e rritur, domethënë në kushte që të ka munguar libri. Jam poezi shumë hermetike për moshën që ke ti. Dhe këtë lloj hermetizmi që ke ti nuk mund ta lexoj publiku. Ato poezi o do hiqen gjithë, domethënë ai që do hiqet, ose ato që do mbeten. Dhe ai pothuajse ato që i ka heqi, i masakroi, aty kishte shumë poezi, i masakroi. E la pothuajse 60 poezi, edhe libri i parë ishte me 60 poezi. Po unë isha e re në atë kohë dhe nuk e kuptoja rëndësinë. Në parësi i thash ti, po prapë më dhimbë se shi. Patjetër, po nuk diskutohet, absolutisht. I thosha, po jo, ma më ka lënë më të këqijat mu, më të mirat mi ka hequr. Domethënë, mendësia. Dhe sot tani kur them qesh, dhe kur merrem me libra të tjerë dhe mundohem që ti heq ato, më kujtohet ai shprehje që ai ka bërë mirë. Kujtohet vetja. Se çfarë ka. Absolutisht. Po, pastaj erdhën libra të tjerë, por e kuptova që në fushën e eses dhe studimit kisha më shumë, ndoshta ishte pasion dhe dashuria, dhe libri i parë studimor ka qenë është në listë. Mos mik të studimorët, prit një. Ku ndihet më mirë Emi Krosi? Tek poezia, ku ndihesh më mirë? Tek poezia, tek proza, ose për të më kësaj edhe këtë tjetër, kujt i shkruan më shumë? Dëgjoj, unë në fakt në prozë vetëm një provë kam bërë, nuk di sa e suksesshme jam, domethënë librat e mi personal. Po mirë, flasim për duhesh mirë ti, se pastaj suksesin është lexuesi, është patjetër. Janë të tjerë që Tani për tani unë më mirë ndihem në poezi. Por e kuptoj që studimi, kritika dhe studimi janë, me sa duket, më vinë më shumë më përdor. Po je shpirt rebel, vish nga mati, ku ka lind mreti, normalisht sa do presësh, kritik do presësh. Noshta. Kurse temat e mia kryesisht unë nuk anoj shumë nga dashuria, ndoshta e libri i parë kanë diçka për dashurinë, por unë gjithmonë dashurinë e kam shumë përmbys. Po jo, unë më shumë jam e tipit social, jam shumë rebele, kam bërë atë sidomos me poema, te Adum Vitae, aty ka një poemë Republike Babrukës, ku ka rebelim. Thënë drejtën, unë nuk e kam lexuar librat, por thjesht di si titull. Po. Ajo është totalisht me poema dhe aty është e gjithë bota sotme, moderne, me të gjithë problematikat e vet. Dhe një ndër poemat e mia që është bërë edhe, domethënë, Sandri me Mozën i kam dhënë zë është Republike Babrukës, ku ka të gjithë problematikat që ka Shqipëria sot dhe aty ka shumë rebelim. Ju kuptoj. Romani Bajrak në kamp. Baraka e kampit. Unë kam qenë 2 vjet. Kam qenë 2 vjet në Gjermani. Dhe kur shkova në Gjermani, fillimisht ishte në formën e azilit, edhe na dërguan në Bonn, në kampin e madh Bonnit. Aty ke një barak, ishin qenë qentë ati kampi. Qentë ishin hequr dhe ne emigrantët dilnim me shi, me ato kapuça të kokë edhe ndizim ndonjë cigare.
Dhe kur ndinin ndonjë cigare aty normalisht ato çunat ndonjë hashash në gocat ndonjë cigare dhe kështu aty përziheshim, nguceshim me njëri tjetrin dhe ngeli baraka e kampit. Sa interesant. Mi fjalë paska zona fjellet në Gjermani, mi fjalë, në Gjermani e paska atë... Patjetër. Është e gjithë romani, e gjithë ngjarja është zhvilluar në Gjermani nga fillimi në fund dhe gjithë personazhet janë të gjithë real, të gjithë vërtet, janë gjithë shqiptar dhe që i kanë pyet me lejen e tyre dhe nuk ka asgjë fantazi, madje dhe të gjithë rrëfimet edhe të huajt janë rrëfime të vërteta, të cilat u kanë folur drejt për drejt dhe më kanë rrëfyer. Okej. Tash ju që jeni, po do kaloj pak të studimit e kritika, sepse e shoh se aty e ke gjithë atë zjarrin e përbrëndshëm. Pa. Kjo ku lindi? Si erdhi? Se të shkruash poezi, ti shkruash dashurisë, natyrës, fshatit, qytetit, këto okej, hënës, yjeve, por studimi kritik, si lindi te ky? Në fakt unë kam filluar të shkruaj qysh kur isha në universitet, ato eset e para ishin shumë filozofike dhe kur fillova bashkëpunimin tim si gazetare me disa gazeta në fillim edhe për një kohë gjatë që kam punuar tek tek Gazeta Albania dhe kam pas kryeredaktor Lutfi Dervishin. Lutfiu besoj që e njihni si. Po patjetër që jo. Po ai pa që unë kisha një stil krejt ndryshe të shkruarit. Dhe më thoshte që fillimisht fillova part-time, më tha shkrimet e tua do mi lësh ke zyra ime në sërtarin tim. Dhe një ditë unë kisha bërë një ese filozofik në letërsi, nuk mbaj mend temën, e dërgoj dhe aty redaktoria që redakton të artikujt e gazetës, ishte 7 zënë dhe ai për lehtësi pune e kishte vënë që të korrektonte korrektoria. E kuptoj. Edhe ajo i merr ato të mijat. Unë i lash aty, ajo i mori, lash si për tavlisë, ajo i mori dhe po i shifte. Jo, tha, këto, tha, janë, tha, i thash asaj, më fal, i thash po, mua shefi, jo, të më ka thënë t'i le këtu. Se, i thash, nuk kanë nevojë ato për korrektim dhe redaktim. Jo, tha, kanë, në rregull, i thash, unë edhe e morë në telefon. Edhe kjo i kishte thënë asaj, dëgjoj, ishte thënë asaj, që asaj zonjushës, për mua, Krosit, i kam thënë ti Lense, i kishte thënë ti nuk mund të redaktor, se unë isha po flisem me telefonin tim dhe po dëgjoja bisedën. Nuk mund të redaktosh ti ato, se ato kanë tjetër stil. Dhe lëri ashtu siç janë, se janë ajo është ka një stil tjetër, i tha asaj. Jo kuptoj. Nuk kanë nevojë për redaktim ato. Dhe ndoshta që këtu ishin dhe fillesat e para të mia, ato unë kisha shkruar shumë gjëra, kisha bërë edhe tema etj, por kur isha në Gjermani, si u ktheva nga Gjermania, gjithmonë çdo vit Prishtina organizon një ato i quajnë. Më fal, ju në Gjermani nuk arritet të merrshi leje qëndrimi apo thjesht ishi një periudhë të shkurtër? Jo, unë më shumë me thënë drejtën unë largova si ndroi pushteti dhe censura, neve po na ndiqnin e gazetarët, na bënin blog, po na ndiqnin, edhe unë me të sebeb domethënë edhe sa probleme shëndetësore kisha, tha shkoj në Gjermani një rrugë 2 punë. Kuptoj, më thënë nuk patët mundësi që të merrshit leje qëndrimi. Jo, nuk pata mundësi sepse unë u ktheva, më del viza amerikane dhe sa u ktheva në Gjermani e shkova në Amerikë. Okej. Ndjes për të ndërhyrje, thjesht për njohje kështu. Po. Dhe në atë kohë unë njoha me mërgate shqiptare, domethënë dhe me lidhje shqiptare të shkrimtarëve dhe në diasporë, që me seli në Gjermani në atë kohë, edhe kur kthehem unë në Prishtinë bën këto çdo në gusht ose në korrik mërgata bën një lidhje, domethënë tipor poetike në Prishtinë. Aty thirrem, unë fitoj një çmim aty me poezinë time dhe ne fituesit më dhanë në vend shpërblimit 3 libra të Jusuf Gërvallës. Unë Jusuf Gërvallën i kishte botuar Akademia e Prishtinës. E kisha hasur Jusuf Gërvallën në 2 poezi, kisha lexuar diçka domethënë, por këtu në Shqipëri dhe në disa shkrime të Kosovës se fliqin si një njeri, domethënë një i prap, e qushin çapaçul, njeri pa pjekur etj. Dhe nuk
Po, kisha lexuar kështu shkrime të ndryshme nga gazeta. Kisha lexuar poezi, por nuk kisha dhënë shumë rëndësi. Dhe si marr librat e Gërvallës, duke lexuar, thash, po ky pas ka poezi të mirë, përse mos ula. Kështu nisi ajo, ula, fillova duke gërmuar, si thon gërmotare, gjeta literaturat e përfundova. Po, tarja gjeti qenin në ngordhur, ti ke gjetë literaturë, ke gjetë liturësi. Patjetër. Dhe kur unë pa e mbaruar akoma librin, kisha folur me miqtë e mi në Kosovë, edhe domethënë unë kisha një pritshmëri, goxha të lartë. Thash tani do bëhet nami me këtë librin që po shkruaj unë për Jusuf Gërvallës, ishte libri i parë studimor për veprën e Jusuf Gërvallës, për poezinë dhe për prozën dhe për dramën. Domethënë ishin shkruar libra me tonelata si u vra etj, po unë në studimet e mia unë kurr nuk bëj biografi, nuk flas kurr për biografinë. Unë nis direkt fillim shkruaj diçka domethënë për vepra, letërsia, prozë, çfarë është, por unë biografinë e autorit mund ta përfshi brenda shkrimeve, por jo që të shkruaj me faqe të tëra, nuk më pëlqen. Dhe u botu në Prishtinë libri, domethënë nuk kishte fare qasje, shumë pak. Normalisht do të thosh, unë si kisha hallin fare për të shitur, kisha hallin të lexoj. Dhe vet i bëra kisha ndërmend të dërgoja një kopje të shoqes, por ajo nuk ma mirëpriti, nuk më ktheu përgjigje. U treguaj ftoft. Kurse e bija Donika Gërvalla, më kanë thënë disa miq, do të themi, as se ka marr mundimin fare, sepse unë nuk jam person që po i them të lutem. I ka marrë politika, emi këta që i merr politika, emi më mirë mos ta flasim. Patjetër. Dhe po në fakt ajo 100 kopje të para pothuajse u shitën, u ribotova ca kopje të tjera dhe pak kanë ngelur aty dhe jam betuar që nuk bëj më libra me 100 kopje, vetëm shtëpia botuese nëse do t'i bëj për vete, më thënë të lutem, më bëj vetëm një kopje të Vockël dhe ma jep ta kem për veten time dhe bëj ç'të duash me pjesën tjetër. S'ka faj, kuptoj shumë drejt. Shiko, më përmende Akademinë e Kosovës. Në fakt nuk e kisha si pyetje të drejtën, por si ndihet Emi Krosi me Akademinë e Shqipërisë që drejtohet nga Skënder Gjinushi dhe është funksionale kjo akademi? Ma është sa informacion keni ju, apo? Ajo është aq funksionale si kjo lidhja, jonë. Mi ke thënë të gjitha. Si themi në Veriorët, më ke mlave. Emi, si duhet të jetë shkrimtari, ose kritiku, një person si puna juaj? Si shikoni që duhet të jetë vetëm të shkruaj, të jetë me letërsinë, apo të jetë edhe zë kritik me politikën, me shoqërinë? Unë në fakt i kam pas këto edhe për edhe për politikën dhe për shoqërinë dhe për gjithë dhe pse kam hongër 100 të shara, 100 gur, 100 fyrje, bullizime, rrjetet sociale etj, po se kam problem fare, më është mësuar lëkura tani. Dhe por jo, domethënë jo gjithmonë, vetëm sepse jo se kam frikë, por e kuptoj që na mbytet zëri. Dhe ato që duhet ta dëgjojnë zërin ton e lexojnë, por nuk reagojnë sepse u prishin interesat e veta. Kurse unë vetë si njeri, unë jam një njeri që them që hajt u bëf më e mira. Emi, shife, dhe po flasim, pra të shkruash është bukur, të lexosh është bukur, normalisht. Por sa po punojmë ne si shoqëri për të ruajtur kujtesën kombëtare? Kjo është shumë e dhimbshme në fakt. Është një pyetje që përpara se të ma bësh mua, do të thuash a lexojmë neve dhe a jemi të ndërgjegjshëm atë që lexojmë, është e vërtetë apo jo? Po, tani, normalisht, sepse unë për vete mendimin, apo bindja ime, pra që s'kam frikë të them,
unë jam shumë pak po them pozitiv që ne e njohim mirë historinë tonë, apo kujtesën tonë kombëtare. Unë e shoh një histori të ndotur dhe ne tani më dhëmb ajo pjesa që edhe tani ne nuk po rrim ta pastrojmë, edhe pse e dim. E kuptoj. Kam lexuar dy gjëra që më kanë mbetur në kujtesë. Para ca kohësh unë kam lexuar librin e Primo Levit, është një italian që ka qenë në kampet gjermane të Auschwitzit, edhe ai mori gjin, ka qenë hebrej, por ka qenë kimist, edhe ka shkruar një libër. E ka shkruar me kujtesën e tij në kamp në Auschwitz. Dhe para ca kohësh duke kërkuar, se normalisht unë zakonisht lexoj literaturë tuaj anglisht, sa ato njoh më mirë se gjuhë. Lexoj një literaturë diku që kishin shkruar për Primo Levin që kujtimet e tij nuk janë të vërteta, se ai ka gënjur, nuk janë realisht ato kujtime, nuk janë ato që ka shkruar ai. Pra, e kupton tani një person që ka jetuar këtë situatë, i ka shkruar ashtu siç ka ditur ai t'i shkruaj, me titullin A jam unë njeri, kështu është përkthyer, dhe njerëz të tjerë të cilët e mohojnë këtë gjë. Domethënë, pra kjo kujtesë që ky po ja jep botës që ka jetuar vetë dhe kujtesë e mira, jo vetëm hebrej, po shumë popujve dhe njerëz të cilët kanë vdekur në ato kampe. Absolutisht. Auschwitz, Mauthausen, shumë kampe tjera kanë qenë shfarrose, kanë qenë tmerrë njerëzimit. Pikërisht pra ta fshin. E dyta, kam lexuar dhe një libër që ka shkruar në Afrikën e Jugut, domethënë me origjinë duket tek Afrika e Jugut ishte diçka kundra Nën Terezës. Dhe u hapita. Po, gjë që kjo është falsifikatore, manipulatore, etj, edhe po bëja një lloj domethënë reflektimi. Një analizë, një reflektim të brendshëm. Po, reflektimin brendshëm, si ka mundësi tani që këto njerëz mundohen që këtë lloj kujtese kolektive ta përmbysin në favorin e vet, qoftë ky i kampit dhe qoftë vetëm për të përfituar benefite, duke menduar që brenda asaj kujteses janë me mira dhe miliona njerëz. Absolutisht. Dhe e njëjta gjë tani kthehet te kujtesa jonë shqiptare. Ne kemi 35 vjet demokraci. Dhe po të lexosh historinë tonë, domethënë sot, secili ne jemi të shkolluar të gjithë, pak a shumë kemi mësuar historinë e Xhaxhit. Dhe kemi mësuar një histori bukur të manipulueshme, sa thu që Shqipëria e socialiste. Dhe neve akoma nuk pa arrim do të kuptojmë cila është e vërteta. Prandaj të pyeta. Madje unë kam frikë që akoma vazhdohet me atë metodologji të kohës. Pikërisht pra. Prandaj të pyeta që realisht a lexojmë të vërtetën, sepse historia vazhdon të manipulohet pafund. Dhe këtë histori që manipulohet për 30 vjet ky brez, i le që ky brez nuk digjon fare, ato se din kush është Ismail Qemali dhe Krongrit Flamuri, po edhe sikur të din, ky brez i ri që është sot vetëm pyeti për TikTok-un ti ai në rregull dhe për Snapchat-in edhe aty janë i din gjithë ato. Absolutisht. Po mësojnë gabim historinë. Se historia duhet të shkruhet ashtu siç është, secili ka meritet e veta. Të kesh në Akademinë e Shkencave ministrin e kohës së Xhaxhit, drejtues të Akademisë së Shkencave, normalisht që këtë ndodh. Patjetër. Pra, po jo vetëm kaq, dhe disa periudha të Shqipërisë janë të shkruara gabim. Domethënë, akoma historia jonë dhe normalisht që këto lexues nëse që janë të pakët, do ta mësojnë gabim. Dhe hajde bushja mendjen ti aty në Facebook që të del pa fytyrë me lloj emra, kafshësh, macësh, drurësh, qenë, me maska pa maska, edhe thot, Xhaxhi Enveri ka bërë këtë. Ai Xhaxhi sepse ai mësuar, ai ishte sklav i 3 turneve dhe Xhaxhin ai ishte mësuar historinë e Xhaxhit. Dhe aty nuk i thua do që dëgjoj.
kjo historia, ajo është e gabuar, sepse është histori e një anshme, nuk është shkruar nga persona specifik që e njohin historinë. Jo, ato histori. Dhe ky tani e transmeton brezit ato histori gabim. Shiko, kjo është më dhimbshme, sepse ne mirë se nuk e kemi mësuar drejt historinë, por ne edhe nuk tentojmë ta mësojmë drejt dhe duke mos tentuar për të mësuar drejt ne përhelmojmë brezin e ri, pra përhelmojmë një brez pa fëmijët tanë, dhe kur t'i helmojmë në këta pasaj do helmojnë fëmijët e tyre dhe iku. U bëm pikërisht pra, se mendon e Mikrosi tani nuk është puna që për të folë diçka të madhe tjetër, por duke patur parasysh, duke njoftur historinë që herë, që para lindjes Krishtit, aq sa kemi lexuar dhe aq sa ne dim të analizojmë. E shef me frikë kombin shqiptar që mund të bëhet si kombi pers, duke patur parasysh çfarë historie dhe çfarë zhvillimi ka pas Persia e hershme ose Irani sot për gjithë ata që nuk e di. E kuptoj. Tani për sa i përket zhvillimit flas duke patur parasysh komplet zhvillimin kulturor, artistik, historik, çdo gjë, që ne nuk po kërkojmë ta mësojmë të drejtën, por po e transmetojmë sërish shtrëmbërt edhe tek breza. Po, pikërisht pra. Tani me bët dy krahasime të tilla shumë lart, sepse kultura persiane është shumë e hershme dhe tjetër gjë. E kuptoj. E kuptoj se ku dua të dalësh ti. Ne të thash, prandaj ti bëra të dhash shembullin e Primo Levi dhe të Nën Teresës. Çfarë po bëjmë ne? Ne po vazhdojmë të mohojmë, të tjetërsojmë dhe të mohojmë kujtesën kolektive të ruajtur tek disa persona ose tek një brez për ta zhbërë dhe këtë lloj kujtese që ka ngelur akoma dhe për t'ia imponuar ose doktrinuar absolutisht një kujtesë tjetër, me detyrim të që dua unë, sepse e dua unë, se dhe ashtu si them unë dhe jo ashtu siç duhet të jetë. Ky është problemi më i madh i joni sot. Dhe ne po jetojmë përsëri në Shqipëria. Të gjithë ato që thonë Shqipëri ka demokraci gënjehen, se çfarë ndodh tani? Po ndodhin edhe këto gjëra. Ju që jetoni jashtë shtetit, nuk po merr për ty, e marr për shumë të tjerë, e shikoj Shqipërinë në 3D, në 5D, të bukur, edhe na thonë ne pse i bëni fotot me filtra, po dhe ne që jemi të plaka të dukemi të bukura me filtra. Dhe këtu të bukur dukemi gjithë ne. Po me panga afër, ai surrati gropa, thua bobo me ik me vrap. Dhe e njëjta gjë është edhe Shqipëria sot. Po ta shohësh me 3D, madhështore, plazhet bukura, ka çdo gjë këtu. Po hajde jetojmë Shqipëri një javë, rrim Tiranë, hip në autobus ose hec makinë trafik, që ke për të mallku, ore, jo ato që të ka bë, po edhe varret ku ti ken, të parit tu ke për t'i mallku. Edhe ka t'ik me vrap. E frikshme. Sepse Shqipëria nuk është kjo. Lëre pastaj të fillosh të jetosh, të kesh bësh me administrata, të shkosh në spitale, në për shkolla dhe gjithçka. Aty pastaj t'ik petulla krejt. Shiko, me ke hapur komplet një dritare tjetër. Pse mendon se po ndodh kjo, Emi? Ose sepse më thënë të drejtën, shpesh edhe në emisionet e mia politike apo kur kam të ftuar politikanë apo kur bëjmë debate të tilla, ne themi që Shqipëria pse s'po ndryshon, Shqipëria pse s'po lëviz, themi që janë rreth 2 milion shqiptar të Shqipërisë në emigracion. Dhe unë e shoh se ka vdek shpresa. Ose është vënitur se ka vdek, mos o zot, sepse shpresa është që mban çdo njeri. Po është vënitur. Ka vdekun thojza thuj. Po pra, kjo është ajo. Pra është vënitur fare shpresa. Shoh që të gjithë e dim që është keq, të gjithë e dim që çdo gjë duhet të paguhet dhe ti s'ke asnjë lloj shërbimi. Dhe askush nuk lëviz. Tash duke patur parasysh që ju keni një kënd vështrim të zgjeruar social. Çfarë po ndodh me popullin tonë?
Dëgjoj tani problemi është këtu. Sepse ne mbami për trima, a kupton, ne mbami ata që kemi flasim për ata të hershmit, a kupton? Ne vrasim kurse sot vrasim vllajn për një gardh, vrasim gruan, vrasim vajzën, vrasim prindin, ku diu, dhe po shteti po bën miliarda dhe po të merr frymën dhe shpirtin dhe asgjë. Po ne trima jemi vetëm Facebook, në rrjetet sociale jemi trima, ne këtu kërcënohemi me njëri tjetrin dhe shajmë dhe ofendojmë dhe bullizojmë pse ti shkruan ashtu dhe pse ti mendon kështu, pse nuk mendon si unë, se në realitet ndryshon shumë. Pse nuk thua ti është vrarë shpresa? Po ja tani, në Shqipëri thonë po bën rrugë. Më fal zotëri, po jemi në vitin 2026 dhe abiles akoma s'ka rrugë, ka fshatra që në Shqipëri që shkot me gomar. Po e zënë se pas ka rrugë. Tani ka ardhur koha që rrugët po i bëj sepse është koha për t'i bërë rrugët. Ti bën rrugë, po ti kur nuk ke ujë dhe drita, çfarë pretendon? Akoma s'ke ujë dhe s'ke drita. Po çfarë shprese mendon ti? Është bërë rruga, po ja çfarë vlen rruga sot? Çfarë vlen? Ajo rrugë ku shkon? Ajo shkon në fshatra të braktisur, ku ka mbetur vetëm pleq. Shkon në qytete dhe qyteza të braktisura, ku ka ngel vetëm 5 vet. E duhet ai rrugë? Po çfarë shpresë jetojnë ato njerëz sot? Sepse aty s'ka punë. Ti mund t'i thuash fëmijës tënë që dëgjoj ti djalë, ti do rrish këtu me mua në fshat, do ruash lopën, do ruash dhe dhit, delet do punosh tokën, se nuk do shkosh në emigracion. E çfarë do bëj aty? Ja do qëndroj 1 vit, 2 vjet, pastaj çfarë do të haj? Çfarë ardhmje pret aty? Jo, po, është çudi, unë e shoh çudi dhe nuk arrit ta perceptoj që si ka mundësi që nuk lëvizet. Si ka mundësi që po pra, ta thash se tek ne po ndodh kjo, uzurpimi i kulturës. I çdo gjë, i kulturës, i besimit, i fesë, i çdo gjë i historisë, çdo gjë nga politika. Dhe kthimi e gjithçkaje, domethënë, sidomos e jetës jo vetëm intelektuale, kulturore, sociale, fetare, çdo gjë. Në gjithë kuptimin e vet. Pikërisht në shtojtës të politikës, është kjo gjëja që ti nuk ke asin mendim ndryshe të pavarur dhe të tjerë intelektual, nuk ke as stres të mesme dhe shteti ka të gjitha mekanizmat në dorë për ta mbajtur të skllavëruar dhe të shtypur këtë popull më të lumturin që jemi ne shqiptarët. Emi, shiko, se kjo është një temë shumë e gjerë dhe biseda me ju është shumë dimensionale dhe më këtë thashe edhe në fillim të emisionit. Por duhet të kthem si pyetje përmbyllëse, apo edhe sepse kemi rreth 1 orë e gjysmë në bashkëbisedim, por duhet të kthem tek Emi kritike, pra kritike letrare. Të ka ndodhur Emi që t'ju shofi njerëzit, ose jo thjesht Emi, shifet kritika në Shqipëri si diçka inat personal apo mikpritet ajo kritika? Sepse e shoh shumë të venitur kritikën. E di, arsyeja që e shikon ti të venitur, jam shumë dakord me ty, ashtu them dhe unë, jo se s'ka kritika. E para njëherë tham që nuk lexohet. Po. Dhe kritika nuk pëlqet të lexohet sepse është gjini e vështirë dhe nuk kuptohet, ose dhe s'kan dëshirë ta lexojnë. Se çfarë ndodh tani? Kritika në Shqipëri nuk është kritik profesionale, prandaj nuk beson kush ke kritika. Kritika është thjesht një qok, një elosh, ose vazhdon të jetë akoma kritik biografike e emrave, që unë vazhdoj të deklaroj kjo gjë du të marri fund. E zëm, për shembull, nuk po e përmendim Ismail Kadareja se është bërë për Ahmet. Tani, nuk i ngel hatri askujt, ne nuk po e shajmë. Në qoftë se kemi mendimin ton, nuk është problem. Pikërisht pra, kritizerët ton vazhdojnë akoma për shembull, e zëm, të shkruajnë për X vepër etj. Një vepër që mund të jetë më dobët, por vazhdojnë që ta ngrejnë. Ose vetëm thjesht se është Ismaili, dritroja, apo ato që kanë vdekur, nuk po përmend emra të gjallësh, atëherë i bie që ti nuk po bën kritik profesionale.
Sepse ti nëse të dosh të studiosh dhe ta lartosh veprën e tij, ti ke shumë tema dhe ke shumë gjëra, hapi të gjithë librat e tij, lexo, kap një temë interesante që ty të duket dhe që ka mbetur pa trajtuar, se zakonisht veprat e Kadaresi kanë trajtuar, dhe ti duhet të jesh profesional. Të jesh profesional dhe ti thosh lexuesit dëgjoj, ky autor e ka këtë, po ka edhe këtë të met, sepse kjo ndoshta e ka librin e parë e dytë, por duhet të lexojnë më tepër, duhet të jetë mos përsërisin gjërat. Duhet ta zgjerojnë horizontin e saj. Sa rol ka media emi në këtë pjesë? Media ka rolin kryesor, ka shumë rol. Ka shumë rol, se ta thash që në fillim, media edhe ajo është pjesë e uzurpimit të mendimit të lirë të intelektualëve. Të zëra të lirë. Në media, njerëz si puna ime për shembull, dhe që kanë mendim ndryshe, që janë kritik edhe ndaj vetë medjave, nuk i preferojnë. Ato preferojnë njerëz të butë që bëjnë elozhe, që i thonë nuk ka më i mirë se ti, unë të falenderoj që më ke ftuar, ti je media më madhështore, ti je kështu, dhe normalisht, sepse media është ajo që reflekton, ke pa ndonjë kritik letrar ti që të dalin media dhe të thotë dëgjoj, unë kam shkruar këtë për këtë, por në letërsia jonë është të siç thash unë, letërsia femërore etj. Ose ne kemi letërsinë ishte për ndjekuve politik, shumica e librave janë totalisht të harruar. Nuk prodhohen më, nuk botohen më. Hajde ti që këto persona kanë qenë poet dhe letrar të shumë në nivele botërore dhe europiane, sepse kanë studiuar mes viteve 30 mes dy luftrave jashtë, edhe janë të gjithë në lartësinë e një letërsie perëndimore dhe europiane, të cilët ky brez që jemi ne sot dhe unë bëj pjesë, jemi jo aq të vogla, jemi kukrarëre dhe nuk e prodhojmë dot kurrë, sado që lexojmë. Jo, kjo është me një vendije për të mos i botuar këta, pra kjo është një fakt, kjo bëhet me vetdashje, kjo bëhet me padashje. Kur kam kërkuar të bëj një studim për profesor Samir Pishtin, nuk kam gjetë asnjë libër të tij, mi ka sjellë mbesa e tij se s'kishte asnjë lloj libri, dhe shumicën e literaturës me zi e kam gjetë, sepse më thoshin dhe botues që ato botuan në fillim viteve 90 një farkohë dhe u zhdukën nga qarkullimi, jo vetëm që nuk ribotohen më, po tani mos ribotosh edhe klasikët shqiptar, është turpi zotit ore. Turpi zotit, klasikët shqiptar. Janë poet korifej, për shembull Azdreni, Çajupi, Mjeta. Jemi te mase të mangët, jemi te mase të mangët. Patjetër. Atëherë çfarë pretendon ti zotri i nderuar? Emi me hape dëgjoj diçka. Po çfarë do pretendosh kur ti ke shkolla me Vasil Shanto, me Vojo Kush janë serb, me Kristaj Sharam, pra merr çamorja i djali i Ramës, certifikat mirënjohje çamorja nga akademia. Dhe ti nuk ke gjëkundi, një bus të mirëfillt, apo një monument, apo një shkollë të këtyre korofejve që ta shkosh, ta shohësh, ta përcjellësh fëmijës ta, të kesh një muzeum, të kesh ku diun. Pikërisht po. Atëherë, ishim ke roli medias. Atëherë, këto gjëra, këto gazetar, a janë aty në media? A janë këto gazetar të media sot edhe thonë që gazetar kulture janë të mirë? Zotri, ai mund të jetë gazetar kulture shumë i mirë, ndoshta mund të ketë ka mbaruar universitetin me 10 se ka plot nota fiktive, po më fal. Çfarë gazetare kulture është ai ku s'ka lexuar asgjë? Kur ai nuk njeh letërsinë klasike të vendit të vet dhe më del dhe më flet mua për Hugoin aty. Po për Hugoin e ka pa pjesën Kozeta dhe e flet shumë bukur, kam supermenç. Është më vërtet është skandaloze. Pastaj shumica e mediave, ti ke gazetar dhe gazetara, po drejtues që thon showman, që dalin nga emisione të tilla siç është Përputhen, siç është për shembull ajo VIP, çka quhet ajo? Ferma, budalliqe pa fund. Pikërisht, atëherë çfarë kërkon ti, për çfarë kritike mund të bëjnë këto gazetar në këto media? Le që media ti e di që janë shumë super të politizuara. Ke ndonjë media në Shqipëri të lirë ti? Që ti mund të shkosh tani me këtë gjuhë, në këtë unë po flas
ky është një media, është një radio. Po. Me këtë gjuhë që flasun me ty, vallë, kush radio apo televizion do më pranonte mua? Absolutisht. Që ti thoja gazetarit apo gazetares që ti akoma s'ke lexuar letërsinë tënde klasike, ti nuk di kush janë shkrimtarët, poetët apo heronjtë e tu dhe ti pretendon të bësh një emision kulture para gjithë shikuesve? Shumë e vërtetë është. Do ta pranonte vallë kush këtë? Absolutisht. Është shëllëdhënshme. Është shëllëdhënshme sepse po tjetërsohet komplet dhe po infektohet komplet brezat e rinj. Kjo është ajo. Atëherë që këtu fillon handikapi dhe ato kanë mëkatin më të madh media, se media transmeton gjoja, transmeton kulturë. Po media tona transmetojnë kulturë. Media tona kanë vetëm lajme, telenovela, hajgare, kur thonë Kosovë kanë gjetur këtë fjalë shumë e gjetur hajgare, edhe futi pastaj si thot ajo i tek rakimi gjizën fund edhe me rregull. Emi Krosi, zjarr po ishe e zjarr mbeç e shëndetshme, e suksesshme. Unë vërtet jam mirënjohës që ti pranove dhe ti është në bisedë me mua, por shpresoj që ti kem lënë vend për ishte një ftesë tjetër, për biseda të tjera, për temat e tjera, për ndërtim bashkëbisedimi ndryshe. Patjetër, unë me kënaqësi do vi prap dhe besoj që kur të vi edhe ti do jesh i rritur shumë më shumë, do ketë më shumë dëgjues. Uroj që edhe dëgjuesit sonte të kenë mësuar diçka, ose ka ndoshta edhe nga ato që kanë ikur me vrap. Po mirë, s'është problem. Unë ndihem më mirë kur kam armiq, sepse nga ato mësoj si të bëhem më mirë, të rritem më shumë edhe të bëj me pak gabime dhe të korrigjoj veten time dhe ndoshta të fitoj dhe më shumë miq. Prandaj armiq ndonjëherë është shumë të vlefshëm. Unë thash edhe në fillim të emisionit, po unë kam si thosh si moto timen. Armiqt unë i respektoj sepse i kam shkallë për të ngjitur. Po. Pikërisht pra, po dëgjoj, ka dhe ca unë uroj që t'jenë armiq tamam armiq të mirë, se ka dhe armiq të këqij. Jo, armiq të këqij janë miq të gënjeshtër. Më mirë një armik i vërtet, sa do jegër tjetë kjo i vërtet e di se kjo armik, po i keqi, është ai miku i gënjeshtër, dhe që të duket mikë edhe... Se armiq tani ne po flasim një fjalë që ato që na dëgjojnë thonë u çmendën këto të dy, po në thojsa armiq që ato që pranojnë mendimin ndryshe ose kanë mendim ndryshe, këto po quhen armiq në këtë rast. Jo, se po hapin luftën me kënd, jo. Po se po e kanalizojnë pastaj në gjëra të tjera dhe thonë mbushëm armiq. Nuk është problem. Se i vjen me thonë kur ka hik Gjermani i fundit, po ne s'duam të futemi kësaj teme. Emi Krosi, të përqafoj për zëmërsisht. Të falenderoj nga zemra që më nderove sot. Edhe unë gjithashtu mbarësi, shëndet edhe u jap një përshëndetje të madhe gjithë dëgjuesve, nga janë dhe s'janë. Shumë falenderit. Suksese, mbarësi dhe shumë falenderit. Natën dhe ti. Gjithashtu. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sot dhe kjo ishte Emi Krosi që më thënë të drejtën është vërtet dimension tjetër, komunikon lirshëm, flet lirshëm, e thot mendimin e saj pa ndroj dhe sinqerisht të tillë njerëz na duhen në shoqërinë tonë, pra të jemi pak rebel, pra jo rebel për të shkatruar, jo rebel për të vrarë dhe për të dhunuar njëri tjetrin, por të jemi rebel për të drejtën tonë, të jemi rebel për të ngritur sa më lart nivelin e kombit tonë, sepse më thënë të drejtën e kemi ullë shumë poshtë. Dhe shqiptari nuk e ka patur traditë që të ullë vetën, apo nuk e ka patur traditë të poshtroj historinë e vetë dhe të poshtroj figurën e vetë. Por nuk e di. Njerëz si Emi Krosi uroj të ketë sa më shumë njerëz me shpirt rebel, njerëz me mendim rebel, njerëz që kanë forcë rebelizmin për të ngritur, sepse është vërtet e domosdoshme. Miqtë mi, nuk e di se sa keni mësuar, sa keni kuptuar, ne tham mendimin tonë, tham ato çfarë ne menduam për të thënë, apo jo se lam diçka pa thënë se kishim frikë, por tham këto që na kujtuan për të thënë.
por edhe ato që do na kujtojnë gjatë rrugës, ne do i themi në emisionet e tjera. Shpresoj që të keni kaluar mirë dhe u lë takim nesër brëma në takimin e radhës. Natën e mirë nga unë Leonardi, ju përqafoj të gjithëve. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio Big Day.